Atin tuaj në Bërvenic, Haqim Ramadanin, për shkarkim nga pozita e drejtorit nga Inspektorati Shtetëror i Veçeverisjes Lokale. A do t'i mbyllni sytë karshi këtij kërcënimi? Shqyqoni, tash njëjtë është në kontekstin e zgjedhjeve lokale edhe deklarimet e kandidatit në fjalë janë deklarime personale dhe qëndrimet aty, edhe këtu ne si Vlen kemi bërë të qartë qëndrimin tonë në një komunë dhe në një komunitet multietnik. Nuk do të kisha menduar se është strategjia më e mirë ndarja etnike. Pra, ne nuk duhet të bashkohemi tek ndarjet etnike, por duhet të bashkohemi te vizioni jonë për zhvillim, për ndërtim dhe për shërbim ndaj qytetarëve. Prandaj vlerësoj që në këtë rast, pra, qëndrimet e kandidatit komunës së Bërvenicës janë qëndrimet aty, dhe unë si kryetari i komunës Tetovës, që përfaqësoj gjithë qytetarët, këtë rast edhe të komunitetit maqedonas, edhe rom, edhe turk, por sigurisht edhe të shumicës shqiptare, nuk mund të qëndroj pas deklarimeve të cilat thirrjen në ndarje etnike.